Jam bashkë me Bilbilat e Mushtishtit. Përshëndetje Sahide. Përshëndetje. Përshëndetje Safete. Përshëndetje. Faleminderit shumë që u ndale. Me ndërqofsh. Tregom ne çish po keni sonte, kemi ardhur në dasmën e vajzës së shkurtë e Fejzës, që sa vite jeni shkurtën? Me shkurtën më na jemi rrit bashkë me një fshat, pejt që jemi bo me ditë, po ja. E kështu që nga zemra, hajrushit edhe shkurtës, kolegës të nderuame, juroj martesën e vajzës të vogël, njashtu dhe familjes Shatri, inshallah kanë fatje gjatë të lumtur çifti. Edhe primi e urime për Agnesën, i uroj gjitha të mirat njëjtë, shkurtës hajrushit urime për martesën e vajzës, njashtu dhe familjes Shatri, inshallah kanë fatje gjitha të mirat njëjtë. Tregomni me që jemi këtu në prag të sezonës, e di që gjithmonë jeni full, po çu keni këtë sezon këtë vetë? Mirë shumë, rezervimet janë po shumë herët, kështu që tash po përgatitemi kështu edhe psiqikisht edhe me pushu pak për me fillu sezonën e Keni pushu mjaftueshëm, ai keni kry pushimet ajo? Gjithsesi kemi kryer edhe pak na kanë vetë. Okej, përveç organizimeve që keni gjatë verës, e di që ka dalë një këngë e re tash, a ka më dalë edhe diçka tjetër gjatë sezonës? Po, kënga e re ka dalë, një tjetër është në përfundim, do më thonë fillim sezonës, do më thonë fillim të korrikut pritet me dalë, është prap një këngë e dasmave. Herën e fundit që jemi taku te varrimi i babait, të tregom a e keni marrë veten nga kjo ngjarje dhe çush jeni tu e kalu këtë periudhë? Po, kjo është periudha më e vështirë e jetës, që ti sado që ndoshta duhet me vazhdu edhe me punu edhe me, do të thonë, e plaga nuk shuhet kur derisa të shkojmë te ai. Është një ndjenjë shumë sot është hera e parë që po shkojmë me një dasëm, do të thonë kolegiale, si është të shkurta. Kemi punu, kemi bë këngën, puna ka me ecë, ka me vazhdu, që u konë edhe dëshira tina, po dhimbja është me neve ka do të shkojna. Bile këto momente është edhe ma e vështirë. Safete, për ty çush je emocionale është ta ke kaluar e forcuar? Me të drejtën, çdo ditë ma e vështirë për neve, se kemi qenë shumë të afërta me babën edhe mos pa që pas mundësi me shku një ditë, jemi kanë gjithmonë kontakt me telefon, kështu që është një dhimbje shumë e madhe, po çka me bëj jeta, duhet me vazhdu. E patëm si obligim moral me ndasëm të shkurt janë martesën e vajzës. Unë e di që ajo është shumë krenar me juve, kështu që jeta vazhdon sukseset mos t'ju nalshin asnjëherë dhe faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, e suksese, e inshallah kaloni sa më mirë sot.